Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje për hetim gjithëpërfshirës dhe ndëshkim për personat e dyshuar për manipulim të votave brenda partive politike në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Thirrja e Kurtit, liderit të partisë fituese të zgjedhjeve, Lëvizja Vetvendosja, vjen pasi autoritetet i ndaluan mbi 100 persona të premten në ndyshimin për keqpërdorim të votave të zgjedhjeve të muajit të kaluar. Kurti, i cili ishte kritikuar për mungesë reagimi ndaj dyshimeve për manipulime të votave, kur ato në sipërfaqe javë më parë, deklaroi se komisioner e individ që në mënyrë klandestine janë përfshirë në manipulime votash brenda subjekteve politike, duke dëmtuar kolegë e subjekte politike, nuk kanë amnisti. Javën e kaluar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u detyrua ta rinisë numërimin e plotë të votave, pasi kishte gjetur mospërputhje në votat për kandidatët për deputet. Kurti shtoi se partia e tij ka qenë gjithnjë gardiane e ruajtjes së vullnetit politik të shprehur përmes votës në kuti të votimit dhe ashtu do të qëndrojë gjithmonë. Numërimi ka përfunduar në pothuajse gjysma e vendvotimeve, ka dalë se rreth 80.000 vota janë të pasakta. Në mesin e kandidatëve për deputet, të cilëve janë hequr më së shumti vota gjatë rinumërimit, ka nga partitë kryesore përfshirë edhe Vetvendosjen. Autoritetet janë duke kryer hetime në 3 komuna, Prizren, Ferizaj dhe Maliqev, me Prizrenin që dyshohet si vendi ku ka patur më së shumti manipulime të votave. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka deklaruar se të ndaluarit në rajonin jugor të vendit janë kryesisht komisioner dhe në mesin e tyre ka dhe familjar të kandidatëve për deputet.